Shiko, të them gjëra, po... Kushi ushqek ta njerë. O syq, dhe qinë dërmarje private. Ja ku e ke përmis komuniste, e ke komunistin aty që po shkëtë prapë. Fjala për Fredin. Zate ne popull faqërik që vetëm rrem, kemi rrem prisma e Kemalit, prit tjetri, e ke këtë tjetri që kemi bot simbol të demokracisë, pjone sigurimi shtetit, ai këtë ligu tjene kemi borë, nëpër me gazut, me flet pagesa, por rrë dhe se në s'kemi raport, ne jemi shëqëri primitive, ne jemi shëqëri primitive. Do na pagu në vendet e mëdhaja, po pak të prapambetura, si Rusia, u katapultuan njerëzit e elitës botërore, si bolshevikët, Lenini dhe më pas Stalini, dhe nuk diskutohet që në vendet e vogla, ata liderat që dalin lartë vinë në përgjithësi nga ndërkombëtarët. Kur kam qenë njerë në Boston, më kaftuar një shqiptar, Korçar, që ishte administratori i një hotel Marriott në qendër të Boston. Më ftovi disa herë. Edhe një ditë vjen aty një bojaxhi, jo bojaxhi kështu nga ata që mirëmbante hotelin, i lyer kështu dhe erdhi atje un pa një akullore ke banaku me atë mikun tim, kur vjen ky mosha ime kështu. Edhe i thotë përshëndetje. Tregoi thot një çik ti shoku tim tha se ky i di që liderat e tyre tha i ka vendosur populli tha. Tregoi një çik për atë që më ke thënë mua. Ai po më shikonte dhe po qeshte. Ishte kështu më punëtor mirëmbajtje. I thashun, qa di ky, i thashun, në atë kohë ishte president Alfred Mojsiu. E kam thënë dhe në një vend tjetër ta dëgjoj dhe Luca. Tha, unë kam bërë ushtrinë, tha, në flotën e 6 amerikane, tha, dhe kemi qenë në Bari, tha, në vitin 82. Në Mesdhe. Dhe një natë, tha, kemi ardhur në një qytet të Shqipërisë, tha, që fillon, tha, me lem, me L, tha. Unë bregdetar, tha, o mua më kujtoa, lezh, no, tha, i thashun, kur i tha shoguim, lushnjë, tha. Kemi ardhur, tha, me në ndetëse, tha, kemi dalë me barkë, tha, afër bregu të lushnjë, tha, dhe kemi marrë një person, kush ishte ky? Tha, Alfred Mojsiu, tha. E kanë marrë, këta, tha, në kohën e Enverit, me në ndetëse, e kam thënë, dhe në mediat tjera, let dalë Alfred Mojsiu, të s'është e vërtet. E kemi marrë, tha, dhe e kemi mbajtur 2 ditë, 2 net ose 3 net në Bari, dhe e kemi sjellë prapë, tha, në Shqipëri, tha. Dhe ky njeri, tha, nuk është bërë rastësisht president. Tash e dyta. Për Sali Berishën, ka treguar ky Strigasi, një nga njerëzit më të rëndësishëm në Greqi, ka treguar që viti nuk e mbaj më të mirë, po 82 ose 83, kur është mbledhur qeveria botërore që është klubi Bilderbergerit, ky ka qenë sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Aleksandar Egut. Dhe sa herë kishte konflikte lindje perëndim, ky kishte studiuar dhe në Shtetet e Bashkuara dhe në Moskë, kishte bërë studime pas universitare dhe ky ishte si interlokutori mi besuar i të dyja kampeve. Strigasi është një gjigant i politikës greke. Kur dilte fliste Strigasi për probleme të rëndësishme të Greqisë, siç ishte kriza e 2008-s, gjithë Greqia eshtën, po doli Strigasi, ka jetuar në Selanik dhe ka mundësi të jetë me origjinë shqiptare. Unë e kam takuar 2-3 herë, ka pasur një poshtë pallatit vet, dilte me gruan, ishte 92 vjeç, kam vajtur për kuriozitet e kam takuar. Dhe Strigasi thotë që në një ditë kemi futur në klubin e Bilderbergerit 2 persona, një nga Shqipëria thot dhe një nga Maqedonia. Këta ishin Sali Berisha dhe Kiro Gligorovi. Ndërsa Kiro Gligorovi tha mbante një qëndrim dinjitos në pamje të jashtme, tha, Sali Berisha tha mbante një më duk tha si ndonjë bojaxhi tha dhe i përullur tha. Janë shprehjet e tij që i ka shkruar në libër. E keni librin Turqia ndahet. Është shkruar në vitin 92 ose 93 dhe aty thotë që Sali Berishën e kemi përgatitur ne dhe e kemi sjellë ne. Tashi, para 2-3 ditëve më dërguan një video në një ambient të gjerë, ku fliste një ish oficer i CIA-s, i dalë në pension, në anglisht, e kam video këtu, po do ne u dërgoj, dhe i theshte që ju kujtorni, theshte se Albin Kurti ka erdhur rastësisht, theshte në pushtet, theshte. Unë kam qenë, theshte, i ngarkuar për Ballkanin,
posaçërisht për Serbinë dhe Jugoslavinë më 78-ën deri në vitin 91. Dhe ne dhe MI6 i tha, shërbimi britanik i cili e ka mbajtur vazhdimisht në stërvitje Albin Kurtin, jo rastësisht thot Albin Kurti është lojtar aq i fortë dhe atë pozicionin që mban ai si kundër Amerikës dhe kundër Perëndimit është një pozicion që ja kemi dhënë ne thot. Dhe ne nuk mund t'i themi këto gjëra, ai ishte në pension tash, ishte 70 vjeç. 75 vjeç. Dhe ne thot nuk mund t'i themi që Albini është me ne sepse e kompromentojmë, ose këto që bën Albini janë ato që duam ne, po ne ishemi sikur ne nuk duam që ai t'i bëj ato thot. Dhe në fakt ai bën ato që porositim ne thot. Dhe mos kujtoni se Albini thot është kundërshtar me ne. Pra, në vendet e vogla është ky rrezik. Erion Veliaj ka ardhur nga organizimet që bëri e majta botërore me në krye George Sorosin i cili kishte shoqërinë tim, çfarë thohet për edhin tim? Po dhe ai ka qenë ke Open Society, ka qenë ke shoqëria e hapur e George Soros. Dhe shoqëria e hapur ka qenë sikur ka qenë fëmijë. Shoqëria e hapur ka qenë. Mendja më e hapur lagje ai ka qenë. A do të thotë shoqëria e hapur me qenë njëri i hapur? Ja syçi mund të mblotsoj. Po pra, më njeriu më i hapur, fëmia ai ka qenë. Ai rrezik, po shkje se ka shkuar te Sorosi duhet i ketë mësuar një gjë. Unë jam dakord. Shiko, ai ka qenë i hapur se rinte pa brek në shtëpi. Kupton? Ja, s'është. Po këto është punë mendimi. Ai ka qenë open hand, do të thonë, open mind. Tashi se i madh jam më komze që janë ndjes pas që ka vdekur, se unë e kisha shumë shok edhe rinja me Mojkomi. Mojkomi, thashë se për net në shkret. Mojkomi ishte shok i ngushtë me Kristaqi. Edhe më ka thënë që Kristaqi më theshte që nuk vete dot në shtëpi, se ri ai me një epitet. Ri pambathje në shtëpi. Tashi Mojkomi ti mund ta heqësh ta presësh ta po dush. Mojkomi nuk ka qenë në fakt. Mojkomi do t'i lejmë dalë nudo edhe në plazh. Më fal. Mos hap biseda për atë se unë di shumë gjëra dhe nuk dua të flas për gjëra personale. Tashi nuk Fred. Unë nuk kom qef me hyrë gjëra personale, se në gjëra personale jo, të pishpun ty, po unë se atë qaj njeri kokën mund pyesësh çfarë dush atë njeri, atë njeri e njoh më mirë se sa të gjithë tu edhe mase më mirë se gjithë dynjoja. Tashi problemi është këtu, Mojkomi Mojkomi nuk ka qenë ai komunist i mirë, nuk po im për Mojkomi. Unë kam respekt. Pastaj me sa di unë, kultura ti po, me sa di unë, Kristaqi ka qenë një engjëll, të lutem fal, ka qenë një engjëll që kur kalonte te 55-a, që ne ishim gjithë rrugaç, Makeqori, Deti, Osman Kryqi, një nga ato rrugaçet kom qenë unë. Kur kalonte Kristaqi, që ne u tallnim me gjithë dynjon, ne u çonim kom. Përshëndetje profesor. Dhe kur kalote në i sekretar partije, në gjë që mund të ishte në pozita më të mëdhaja, ne fillojmë talleshim që në krye të rrugës Muslimshyri. Tashi për Kristaqi, një engjëll si Kristaqi nuk mund të rrinte me një djallë si Gimrada. Gimrada vllai. Edhe Kristaqi ka qenë shej. Kristaqi ka qenë shej. Më ka thënë këtë, pavarësisht se çfarë thon këta, jo ka dënuar te, ka dënuar nuk hyn atë pjesë. Ka firmosur këtu, ka firmosur atje. Po Gimrada më ka thënë këtë, që Fredi nuk ka qenë thot i përkëdhelur. Vllai tim thot që punonte punitor me makinë, thot që furnizonte ku e diun këto. Ai më lutesh me çu një pako kafe, thot. I gjenja unë 2 pako kafe, thot, që ja jepni ato, të më falenderonte gjithë muaj. Sepse nuk ka pasur mundësi, thot, edhe nuk ka qenë, do më thënë që kishte privilegje. Të më ka thënë fjalë mira shumë për... Ata fëmijët i kanë nda. Unë them të vërtetën, si që i kam dëgjuar. Ata fëmijët i kanë nda. Kristaqi për natyrë, për temperament, për gjitha, për njerëzilik, për gjitha është Olsi. Ndërsa Edi është 100% neta, për grit. A kuptoj, jo me që se Rama Aberi. Netën e kam njojt, ndjes pas, e takonja shpeshe, kur Rama ishte kryetar bashkie, neta blinte roba ke gabi. E kam kap vetë 2-3. Më kupton? Edhe kjo tregon, do me thënë tashi... Te këto teoritë e konspiracionit, hynë me nej vena i mërlasa, a i duket njëri shumë konkret. Kush, Rama? Pa. Duket njëri shumë i hapur. Hynë me nej ven me këto teoritë e konspiracionit. Rama ka një filozofi në politikën e vetë. Noton gjithmonë në drejtim të rrymës. Nuk ka parime. Është notar që kërkon gjithmonë të ngelet mbi ujë. Kupton?
hikën nga evropianët, nga Soros i shkon ke Trumpi që është kundër evropianëve, nuk e ka problem fare. Mi fjalë që ka më laraman se Sala. Se kur më the për Salën që është një laraman, unë e besoj. Jo, të thash për Salën që është i zgjedhur nga qeveria botërore. Të mendoj për Edin, që Edi që nga një njeri që noton ka me rrymat e ujtit, një njeri që i ka net përballë gjithë botës për të kthyr dignitetin edhe fytyrën e shqiptarëve, atje ku i takon, unë ka se menoj. Fred, ke punuar në administratë publike, ke qenë një mandat deputeti, një pyetje. Nuk marron, E kaluam 90-ën, të lutem. Jo më s'ka i sasi gjo. Cila administratë ose cila parti politike ka pasur hajdutët më të rafinuar, që kanë hajdutë të dyja partitë? Hajdut. Po DPS, po cila nga... Në përgjithësi, si pas kohës, të gjitha partitë politike, jo vetëm këtu, po dhe në botë, janë të korruptuara. Po marrëshi i korrupsionit ndryshon në vendet që kanë ligje më të forta dhe Vidhet më shumë. kanë traditë më të madha, ja, vidhet më pak. Më pak, ha? Kurse këtu, si pas kohës, është rritur dhe marrëshi i fitimit dhe korrupsioni më i madh është sot, po korrupsioni pa gjithmonë. Zakonisht partitë politike kur vinë në pushtet, mandatin e parë janë më të kujdesshme sepse kërkojnë të fitojnë dhe mandatin e dytë. Dhe pastaj në mandatin e dytë ja këpusin pa frena. Tashi kur erdhi Partia Demokratike, shiko, kur ishte... E fjala hajnia është kolektive, nuk është individuale? Kur ishte në pushtet Sali Berisha në 92-shin, se ai ishte, nuk ishte Meksi. Ishte Republikë Presidenciale atëherë, tash është Republikë Kryeministrore, sepse kryeministri është më i fortë. Ska pas korrupsion do të dish. Presidenti është i mbaruar. Në këtë takimin tash që u bën në Washington, duhet shkonte presidentit, si në Kosovë, vajti gjithë Afgani. Mirë po presidenti duke fjetur gjumë, si ka dalë gjumi që ditë. Tash më kujtove që kemi president. Brava, e the ti më mirë. Dhe kur ka qenë Berisha erën e parë, nuk ka pasur korrupsion të lartë, ai është interesuar më shumë për, domethënë, PD-ja, më shumë për të pasur pushtet, kishte atë rolin që kishte brigadierin në kohën e komunizmit që mund të rinte 14 orë në punë, vetëm që të dukesh që ishte ai pari atje në fshat, edhe ky atë tradit kishte që e ka në përgjithësi malsor për pushtet. Mirë po, pastaj Se jugorët nuk e kanë? Pasi erdhi Nanoja në politik, me eksperiencën e vet, e mësoj dhe i tha, jo vetëm, Machiavelli flet ka që princi mirë është ai që ka dhe pushtet dhe që pushtetin e përkthen në para. Ti tha, duhet të bësh para, tha, që të vazhdosh karrierën gjatë. Dhe ky e mësoi. Dhe fillojmë 2005-ën duke u rrit korrupsionin në krahasim me periudhën 92-96 nga ana e Partisë Demokratike, po prap 4 vjet e para kishte një lloj qeverisje më pak të korruptuar. Kur hyri Lësia pasaj në lojë, ata hynë me shata të mëdhaja dhe vetëm... Sako, e di pse kishte më pak? Jo se kishte më pak. Po sa kishte ndarë komunizmi nuk i dishin ala teknikat dhe nuk ishin këto oportunitete që janë tash këto fonde, këto janë e tjerë. Kupto? Se kjo vje si puna e çdo sporti mësohet, fillim ka vasha rritesh bëhet cilësor. Tash ti edhe ato që do të vinë mbrapa këtyre, po themi do të jenë dhe më të rrezikshëm nëse ne dhe nuk duke që do të vendosim në njëherë shtet të drejtës, se s'kemi pas në jashtë shtet drejtës atë demokraci. Pa ne nëzëjmë këto, se ne por do t'i kemi të noja. Shtet ligjor kemi, si mendon ti? Absolutisht. Syço, e di pse gërthasu. E di pse gërthasu. Nga e thëna në të bërë dhe nga e thëna në të ndjerë është një detitor. Tash ti kur vjen problemi për të folë për këto 35 vjet, ti flet me atë që i shef në veshje. Ndërsa unë kur flas dhe gërthas, flas me ato që më dalin nga diafragma. Jo këtu nga mushkrit, po nga diafragma. Dhe ti nuk ke drejt mu me ma qelë zonë e gojës. Kur flasim për këto 35 vjet. Ti sigurisht je djalë që ke lexuar më shumë, je më i artikulum, shkruan më bukur, po që ti të kesh ndjesin e këtyne 35 vjetëve, siç e ka Gjergj Luca, siç e ka Fred Sako, dhe siç e ka Blend Mane, që i kemi jetu këtu çdo ditë, ti nuk ke drejt të zefesh. Dhe unë jam të thonë që me shumë qetësi, problemi i dosjeve në Shqipëri për njerëzit që duan të dinë se ku janë, ashtu si dhe ti, ke shkuar ke marrë dosjet tate. Të gjithë e dinë
se ku jam, të gjithë e dinë se kush I ka spionu, të gjithë e dinë kë e kanë pas babën spion, dëgjoj më çantus. Por e turpshmja është kjo, jo njerëzit e thjesht falin. Njerëzit që punojnë kanë shpirt dhe shpirti është dritë, shpirti është forcë, dhe të gjithë kanë falë, edhe ti ke falë syç, dhe unë kam falë. Por që të thohet e vërteta, që në dorë këtë vend e kanë pas komunistët me preashtim të asaj përqindjes që them unë, 1% e vogël rrethedit ose 1% e çunarve shtri që I kanë përmendur në Partinë Demokratike, që janë pak më ndryshe se sa shumica. Dhe kjo është një lojë midis komunistave për ta marrë peng këtë vend. Këtu nuk tek as I presë. Tashi do kthehemi te tema. Un kam një pyetje, flet sepse të dëgjoj shumë që flet për korrupsionin, edhe flet për individët në mënyrë shumë të saktë, ngasmove edhe mua praneta përmena Edin, për të thënë që nuk kam asnjë kompleks dhe jam gati që të bëj çfarë do lloj debati, çfarë ka bërë mirë dhe çfarë ka bërë keq. Unë do të bëj një pyetje si burr I mençur që je. Kjo hajnia, ky korrupsioni, është individual apo kolektiv? Kulturë. Do që unë të them që kulturë s'është përgjigje. Unë du ta dëgjoj këtë se burr I mençur. Ne siç dëgjojmë njëri tjetrin për ditë. S'është kulturë. Thuhet që uji nga lart rrethikulluar, po turbullohet poshtë. Dhe kështu thuhet. Edhe ky thot an dardha mbrapa kurizit tim. Si e shpjegon ti për shembull që të bëj një kundërpyetje që është retorike. Si e shpjegon ti që ky I kanë nxjerrë nga loja arkitektët dhe firmat e arkitektëve shqiptar, të cilët janë shumë të mirë, me eksperjenca të mëdha, kanë 30 vjet, 40 vjet që në kohë të komunizmit, edhe janë zhvilluar bashkë me kohën, me teknologjinë e re, edhe ata ecin para. Ashtu si ti në punën tënde ndjek teknologjinë e re me vapore, jo, që mos duket si paradoks. Po, ma bëj pyetjen mos është paradoks fare. Që ta bëj edhe me ilustrim. Ky ka hequr të drejtën e firmave që ndërtojnë të flasim shpejt se unë duhet të bëj shumë pyetje. Ka hequr të drejtën e firmave shqiptare për të bërë projektime dhe I dërgon me çmime të jashtëzakonshme ke disa firma të veta. A do përgjigjem? Kjo është pyetje retorike, ka përgjigjen vetë. Çfarë do që thuash ti? Jo, ti e ke përgjigjen, merr. Ti do thuash që ata janë shumë profesionistë janë. Merr, jo, fare absolutisht. Merr dhe përgjigjen time. Kam bërë një karikaturë këtu sipër. 1 milionero, një të lutem shiko, të lutem. Ku shkojnë këto para? Të lutem, a mundem dot që të t'ja përgjigje? Kam bërë unë bëj këto moralet e mia nëpër mure, bëj këto parashikimet e mia që gjithmonë dalin. Te parashikimi parafundit I vuna gjithë PS-n e ditin Kazan duke zi. Edhe të shohim thash se çado mesi. Këtë e kisha vu lart me kavaletin me ngjyra duke pikturë. Kë? E drama. Në krahun tjetër kisha vu gjithë PD-n mbi një oktopod që I kishte kokën e Sali Berishës dhe gjithë zvarët te këmbët e oktopodit, ajo që ndodhi që të gjithë u varën tek këmbët e oktopodit Sali Berishës. I parashikova këto, doli parashikimi im. Tash ti çfarë ndodh? E drama morti sotni. Kur të gjithë njerëzit thyn bunkerët dhe hoqin bunkeret e Enver Hoxhës, e drama që ishte kryetar bashkie dhe vendosi të merrej me politik, shpinën e vet e bëri 3 bunker. Kur gjithë I thy. Për çaj boni këto 3 bunker që pa këta më të dhejt, ai thon sarajet, 3 bunker. Një bunker e ka që gatun e ha, një bunker e ka që s'diku të vej librat, dhe një bunker e ka që fle. Tash I ka bërë në mënyrë figurative për me u izolu nga plumbat e thashethemeve, prallave dhe opinioneve. Tash po të bëj pyetje unë ty. E drama ka vizion për ta bosh Shqipërinë paçavure, apo ka vizion që kur t'iki nga kjo jetë të ketë lënë këtu ndërtime që do të thonë edhe mbasi 100 vjetëve, kush ka qenë ky njeri vizionar që ka lënë këtë arkitekturë në Shqipëri? Sepse arkitektët shqiptar e bën paçavure. Do ta shikojnë kokën e do thonë ky Shqipëni nuk ka zot që rregullon mos jo bo. Nigjo. Zot që rregullon nuk ka. Ai njeri kur ishte kryetar bashkie nuk ishte që bote Tiranës se s'kishte kapital dhe ngjyrosi për t'i hek menjen dynjos që pan një qytet me ngjyra dhe pan një qytet të freskët. Në ato karikatura. Kezur në Tiranë çfarë trafik ka?
Mirë, në rregull. Thoja Edi Ramës, Në cilin kryeqytet nuk ka trafik. thoja Edi Ramës mos ta të më banalizoj merr bisedën. mua 4 Në vjet, vite- 4 vjet Sako. shef të urbanistikës Sako. për këto Sako. rrugët që Çako hapën, Limergor. të më merr mua 4 vjet. Po, ti do ta bish me frymën e shenjtë. Unë po i lash 2 makina të jem bashkë për 4 vjet. Po. Mua të më pushkatosh, kupton? Ama fondet mos me marr. Me frymën e shenjtë. Sidomos gjobat. Jo, shumë shpejt bëhet. Tashti, Po nuk je duan ta bëjnë më. je dakord me mu për sa i përket arkitektëve, më jep përgjigje mu. Që ato resorte që kanë bërë ata gjeni botnor dhe ka pru gjenit botror. Po mi më talen palasën, mos u boni një list tash. Po si me lagjet Tirana, si ka bërë këtu, po kemi i bot gjithë. Po bëhen Tirana është bërë, nuk po është bëhen qytet projektet modern, jashtëzakonshme. Ore, ke qenë mbrapa ministrisë jashtme, ke qenë nga lidemi. Të mbetemi te aktualiteti, te korrupsioni që është temë shumë e nxehtë. Fred. Korrupsioni është individual apo kolektiv, Fred? Shiko, në Serbi ka një banor, ka 1.9 makina. Në Shqipëri një banor ka 1.4 makina, pra më pak. Jo, 1.9 banor një makinë. Po, 1.9 banor një makinë. po, 1.9 banor ka Një makinë. Një makinë. një makinë. Këtu është 1.4. Dhe mosha mbi 18 vjeça dhe dëndësia e përfrym, do më përsi përfaqe, e Beogradit është më e madhe se sa në Shqipëri. Shqipëri, jam dakord. Në Shkup është e njëjta gjë. Jam dakord. Shkupi ka pasur rrugë shumë të ngushta që lëvisin me kali, kanë akoma, i ka këtyre rrugë Shkupi u makinash. bë mas tërmetit se Shkupi ka qenë paçavure. dakor, Shkon italianët dhe dakor, boni po s'ke trafik. Ndërsa për sa i përket Beogradit, Beogradi ka qenë perandoria e Jugosllavisë. Olus, do më dëgjoj me 2 rrugë sekonda. gjëra pa funde me Olus, historinë ja se ka thash, punu në Beograd, kanë bë biznes. Ja Si? thash, Bulevardin, pse nuk e kishe ti? Po që një bulevard kishte tash, ose pse që mos po bëni këto krahasime me Sotur. Tash, Fred, unë du të shfrytëzoj ty për ato gjona që unë kam kuptuar prej teje për sa i përket emisioneve që ti nxjerr. Dhe jam përgatitur të të bëj disa pyetje konkrete. Mos mik. Korrupsioni është individual apo kolektiv? kolektiv. 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 Unë nuk jam dakord. Meqense hajde jemi bëjmë debat. te Hajde bëjmë korrupsioni. debat. Jo, Për ta mua bëjmë është individual. Jo, Fred, Hajde bëjmë debat. ta bëjmë Qose e ke populiste. shtrier në gjithë. Një sekond, ta bëjmë populiste. Ti ke qenë krye auditues dhe ke eksperjenca, i ke vajtur korrupsionit në palë. Si funksionon? Supozohet që qeveria financon një shkollë në një provincë 1 milion euro. Si shpërndahen? Te ministri, te kryetari i bashkisë, tek Si zyrtarët e shpërndahet tjerë. korrupsioni apo jo? Po, ky 1 milion. Fondet e pushtetit lokal menaxhohen aty, korrupsioni është brenda pushtetit lokal, nuk shkojnë. Jo, se dëgjojmë që flitet 10% e merr titullarit, 20%. Jo, po shiko, kur bëhen zgjedhjet pasaj në atë bashki, i kërkohet edhe këtyre që drejtojnë pushtetin lokal të derdhin një fond në parti për fushat. Sipas madhësisë së tregut që ka rrethi, kupton? Edhe sipas veçorive specifika, se mund të jetë një rreth i vogël, po mund të ketë. Jo, e kisha te tenderi, a shkon gjithë kjo para te destinacioni apo mbetet? Jo, për ty. Jo, si ndahet përqindja? Shiko, unë mendoj që kur bëhet një tender, këta që kërkojnë tenderin japin 20% të vlerës së tenderit. Ja japin atij që bën tenderimin, institucionit. Pra marrin 20%. E merr titullari në rastin konkret. Po, titullari Ministri, kryetari i bashkisë. Po, drejtoria arsimore që bën tenderin për shembull për shkollën, merr 20%. Dhe pastaj kjo 20% ndahet edhe me kryetarin e bashkisë ajo që i ka dhënë fondet, i ka thënë do t'i kaloj, po do më japësh mua kaq, kupton? Aty ku ka korrupsion. Se nuk ndodh me të gjithë kjo, ka edhe njerëz që nuk përfshihen në korrupsion. Ka të bëjnë çik edhe me individin kjo, dhe me edukatën që ka. Karakter. Pjesa më e madhe është e përfshirë në Po, korrupsion. pjesa më e madhe ka këtë lloj. Majoranca është e fshirë dhe nuk Kur është puna për pushtetin qendror, prap këto institucionet e vogla i bëjnë vetë. Domethënë dekët e ndryshme të ministrive i bëjnë vetë. Kur bëhet fjalë për lejat e ndërtimit për kullon, i ka direkt kryeministri. Ja, unë po të them një rast që e kam pasur timin. I vajta kësaj të AZT quhet kjo, çfarë quhet kjo? AZBR-ja, AZT. Kjo e ndërtimit pallateve, është ndërtimi pallat. I vajta është një Agjencia e Zhvillimit Territorit. Një zonjë këtej nga Elbasani dhe më pritin shumë shpejt, më krijoi ato komoditetet për kundër burokracisë edhe takova. Se mirë do fort.
Edhe Mira ka respektuar. Dhe jo, më priti shumë shpejt. Do të them të vërtetën. Sa i bëra mesazh, hajde tha, kishte atje njerëz nga këta miliarderët që prisnin, nga këta oligarkët, si punë e këtij, që prisnin atje, kishin 2 orë, 3 orë, Qimbabasi, ku di unë ishin ca të tjerë, kur vajta unë sa vajta hyra, ata u xhelozuan, po këtë si e priti kaq shpejt, kupton? Dhe pushteti medias, ndoshta, dhe jo, më ajo është gocë mirë. jo, shumë e mirë. Dhe i thash i ndryra për një gocën time tezës që desh të bënte disabila. Ka oligarkë si puna ime i ka shku me morë një lek, për ty e ka di që si shko për lek. Ai s'ka pas burokraci. Dhe i thash, ka disa muaj, thash unë që ka kërkuar, s'ka përgjigje, i thash unë. Do t'i japësh ndaj përgjigje pozitive, si e shikon këta? E pa, jo, dhe tha, do t'a shikoj, tha, po s'varet vetëm nga unë, tha, do t'a diskutoj, tha, edhe më pyeti, tha, me kryeministrin si e ke, tha. I thash unë, shpu nga mund me kryeministrin, jetë ti këtu, i thash unë, të ka marrë ty, i thash, po tha janë këto gjera, tha, i shefa i, tha, nuk i kam vetëm unë. Qofse të ka thonë për arkitekturën, ka qenë i ndërtim, nuk ka rrejt. Për gjona tjera, Po, për vila. Ajo kishte predispozicion të më ndihmonte, sa unë e pash. Miro, ndërhyri ai këmbë madhi e Egyptit aty, edhe tha, të vej atje, tha, në Zvicër, atje thoi, tha, kupton? E më tiri ajo, prap, në tha, duhet shkoni atje ke ata, tha, se nuk bëhet, kupton? Pra, Te studio arkitekturore. do me thënë, imagjinoj, kur e bën me mua që njeri ndryra, vetëm për një gjë, për të drejtën time, kur e bën me mua ai që jam dikushi, edhe që mund ta them këtë fjalë siç po e them sot diku, kupton? Imagjinoj me njerëzit e tjerë të thjeshtë. Ja, kjo është tash. Flitet që Spakun e kontrollon që është marrëveshje okulte mes Ramës dhe Berishës. Sidomos i kanë ndarë viktimat nga e majtë Erion Veliaj, nga i djatha aleati së djathtë Ilir Medha. A është e vërtet që Spakun e kontrollon? Shiko, deri në goditjen e Belinda Ballukut, Rama, do më thënë, e kontrollonte edhe për Berishën Spakun. Do më thënë që këta ishin oligopol në politikë dhe nuk lejonin të dilnin zoq të rinj. Këti i goditi konkurentin që ishte Meta, kurse këte goditi konkurentin e vetë Veliaj. Mirë po, me presionin e ndërkombëtarëve, sidomos të Amerikanëve, mendoj unë mbi Spakun, ndryshoi politika e Spakut dhe i doli Ramës nga kontrolli. Dhe sot që Rama po përpiqet të bëjë ato rregullimet ligjore, e ndjen këtë frikë. Në qoftë se Belinda arrestohet, ati i ka vajtur uji këtu, kupton? Dhe pse? Sepse mund të ketë bërë ndonjë gjë edhe në dobi të Shqipërisë, po që e ka bërë me shkelje të ligjit, siç u bë rruga e Kombit, që u bën dobi të Shqipërisë me shkelje të ligjit. Edhe ky mund të ketë bërë, tunelin e Llogaras, që mund ta ketë bërë jo për përfitim personal, po ka manovruar me Erdoganin, me ato ka bërë disa edhe rruga e Kombit është bërë jo vetëm me shkelje të ligjit, po ka pas hajni të madhe aty. Shiko, Dik Çenit nuk e puste dot lul. Pa që janë marrë parë aty. Më besoj. I kanë marrë ata për luftën që çliruan Kosovën. I kanë thënë Berishës, ne tash nuk të kërkojmë lek për gjithë ato bomba e gjithë ato miliarda që hodhëm, se në fundit po i bashkojmë ju si popull, po tash do bëjmë ndonjë manovrim kështu, do paguani disa pak lek më shumë, se ne për vete e kemi bler Luizianën nga Napoleoni. Ne për vete e kemi bler me lek Alaskën, nga rusët, kupton? Juve tash do paguani ndonjë lek për këtë, kupton? Do merrni gjërat falas. Lekët do t'i paguani në këtë formë, edhe i kanë marrë në këtë formë, kupton? 200 milionë euro. Nuk ka marrë Berisha lek t'i marrë grupit Halliburtonit tash që s'ka pasuri familja Berishës? Jo, ka, tash që s'ka. Jo, po s'ka vjetur aty. Nuk, shiko, Berishën e ngarkojnë për këtë kot. Ashtu si dhe Ramën tash për tunelin, sepse kanë bërë një allish verish në dobi të shqiptarëve. Mendoj unë. Normal më erdhi e boni spitalin në hadhin më të madh. Berishën e akuzojnë për naftën në Serbi. Kjo është bërë me urdhër. Nuk e linte njeri Berishën të çante embargon. Mirë po, ata detyruan Miloševićin që në qoftë se do të mbash makineri shqiptare do paguash shqiptar. Atë ushtarake do paguash shqiptar. Edhe ja kanë bërë me qëllim për ta ofenduar. Dhe këti kanë thënë, hape kanalin, furnizoj dhe merri parat të mbash shtetin, sepse shteti në atë kohë ishte i mbaruar. Kështu që janë disa akuza që u bëjnë këtyre politikanëve që nuk
nuk qëndroj. Të gjithë politikanëve, Kurse po flasim për korrupsion, të gjithë politikanëve, po të ndjekësh pasurinë e dukshme, që nga 92 se Cako duhet shkojnë gjithë në burg. jo në burg, po nga 400 vjet. Nga 400 vjet. Kjo është e vërteta. Po, është e vërtetë. Qose do me folë vërtetën, shive vetëm bilat, vetëm pasurinë e dukshme, nuk po thejmë për të pa dukshmen. Po ja, unë kam 30 vjet që punoj dhe jo. jap kontribute, edhe shpinën që kam të sotme, Prandaj- i kam shlyer detyrimet para 2 vjetësh Aredin Franta. Prandaj Më dërgonte Për këtë mesazhe. Aredin Fraj, buri mirë Aredini. Po atje e bleva pallatin, e më dërgonte Pallatet mesazhe. e Fredi para të ka fare. ngelur pa dhënë edhe kaq. Fredi të ka ngelur do të çojmë për mbarim, kupton? Mezi jam mbyllur. Dinja. Cako. Pse s'kemi ne Problemi është që kjo është shumë e dukshme dhe unë prandaj besoj që këtu nuk do të vendoset kur drejtësi dhe jo s'paku të vi, po të vi edhe Zotim tokë, se ka 2 rrugë për të vendosur drejtësi. O do të vendoset drejtësi për të gjithë, që nga 92-shi. Pasurit, ky striolaps, nga i ka burimet. Ky telefon, nga i ka burimet. Kjo gotë, nga i ka burimet. Që janë të dukshme. Këtë nuk e bëjnë do. Paku po bën një punë të mirë. Ja, nuk ka punë. Qose do të nosh 10 vetë me bon ndryshim politik, me mekanizma klapa drejtësie për mu këtë për drejtësi. Kjo do t'jetë shumë e rëndë. Sa vite burg do bëj Ilir Meta? Me qa pytja dhe kjo sa vite burg. Nuk e di unë tash se unë jam makina e kohës. A e kam vënë në shënjestër apo? Po metën e kanë vënë, metën e kanë dënuar ndërkombëtar. Sorosi, sepse Meta në fakt ka qenë politikani më me integritet në Shqipëri. Përjashto pjesën e korrupsionit, që ka qenë shumë i korruptuar, por në periudhën që vajti president, ai u bë shumë nacionalist dhe filloi t'ju kundërvihesh këtyre dhe të bënte deklarata të hapura anti-sorosiane, domethënë një president, asnjë president në botë nuk ka folur me gjuhën e Metës me përjashtim të Orbanit. Kjo është e vërtetë. Dhe u bashkuan si me Sokol Oldashin, domethënë Sokol Oldashin dhe Ilir Metën i kanë goditur ndërkombëtarët nga lart dhe në mënyrë horizontale i ka goditur Rama dhe Berisha. Dhe Sokol Oldashi është bravo. Nga ndërkombëtarët? Me urdhër të ndërkombëtarëve, sepse ndërkombëtarët kishin zgjedhur Lulin dhe 2 partitë politike janë asete të mëdha. Ata kishin zgjedhur Lulin nga njëra anë, këtë ishte Rama. Në qoftë se Sokol Oldashi do përmbyse Lulin ose do të adoptonte Lulin, Sokolin ata se kontrollonin dot. Kështu që PD-ja ishte një aset i madh për ta dhe nuk mund të lejonin ata, sepse PD do të thotë kontrolli i Shqipërisë nesër kur të vinë pushtet. Dhe kur kontrollon liderin, kontrollon gjithë jetën politike të vendit. I vjet naftën vendit, i merr do çfarë duash, i merr mineralet dhe Pasurit. ata i lejojnë, kupton? Siç po na i marrin. Më kupton? Ja, kjo është. Po Rama ndryshon nga të gjithë udhëheqësit e tjerë për një genialitet. Antiligjor, por që ka sjell qëndrimin e ekonomisë dhe një zhvillim të ekonomisë. Rama për mua ka ndjekur këtë filozofi. Duke qenë pjesë nga pakicat kombëtare, një pjesë e gjakut të tij, sepse është vëlla nga babai. Gjysmë vëlla. Po nga babai është gjysmë, nga nëna është katolik, nga gjyshe. Ai nuk i dhimbse shqiptar për mendimin tim. Dhe çka ka bërë? Bashkë me Sorosin, ka qenë politika e shoqërisë së hapur, dëboni shqiptarët jashtë dhe trisni të zinjt këtu brenda, që t'i komandoni më kollaju pakicat, dhe parat që këta do nxjerrin në emigracion, qoftë në të bardhë që i dërgojnë nëpërmjet bankave, qoftë në të zezë, qoftë me ekonomi gri. Ekonomia gri është kur ti punon një punë të ndershme, po pa letra. Dhe lekët t'jep në dorë, e vetë paguan më pak. Nuk t'jep 3.000 euro, e di syçi, nuk t'jep 3.000 euro, po t'jep 2.000 dhe t'jep në dorë. Kupton? Pa sigurime. Dhe këto e quhet ekonomia gri, po ti si çon dot me bankë, se të thonë ku i ke gjetur kur ti çosh në bankë. Dhe tashi Rama, genialiteti i Ramës është që ka futur gjithë këto pare të pista, i ka futur në Shqipëri dhe ka ngritur kullat. Duke ju marrë me njerëzit e vetë përqindje, 20 ose 30% që ju ka futur paret, dhe i kanë investuar ke kullat. Tashi, duke investuar ke kullat dhe duke detyruar hipotekën që t'i regjistroj
kullat me shitje jo në mënyrë të rregullt nëpërmjet noterive, këta ndërtuesit e kullave të regjistrojnë ty pronën, 3 dhoma në kuzhinë, syçi 2 dhoma në kuzhinë, ke kullat e bashkimulajt për shembull në liçeni, dhe ti automatikisht të pastrojnë lekët, sepse i ke pasuri të patundshme, i ke me dokumenta me certifikat. Pra këto para janë pastruar. Pra ky ka qenë edhe kjo është një gjë e mirë. Që paret e shqiptarëve të vinë këtu. Jemi me tavolinë edhe tashi jemi 2 njerëz të kundërt. Ti je një burr që në fjalën tënde shpeshherë bazën e logjikës tate e vendos në teoritë konspirative. Unë jam një njeri që jam i drejt për drejt, jam një njeri konkret që bazën e logjikës time ke nga eksperiencë. E kam nga përditshmëria ime. Tashti, si munen me mnejt bashkë? Unë nuk du t'i dalë për Zot Kërkuj, se s'ka nevoj t'i dalë unë për Zot Ramos, as Kërkuj t'i delë për Zot vetës vetë bile, unë nga Afrika herë që bojmë qesharak duke bo këto biseda. Edhe shpresoj, mos bojmë qesharak. Tashti, si ka mundësi një njeri, të pak të nuk këtë pjesë e njofë, që është idealist, ka një lloj pike që bin dakord bashkë konkretisht, që është një njeri që idealizmin e tij e ka deri në atë shkallë. E di ku e kam dëgjuar pret parun Ramën, kur ka folur ke stadiumin që Mustafa, kam qenë aty unë, ishte ndeshja, nuk e di, Partizani Tirana që dolën tifozët dhe ai ka thënë një shprehje të bukur aty. Ishte radikal, ishte për të ndërhyrë më forcë ke bloku dhe ka thënë kështu, Enver Hoxha tha na zverdi. Jo, na boni si rusët, na zverdi si kinezë dhe na nxiu si shqiptar. Domethënë kjo ishte një shprehje që mua më fiksua. Atë ditë, më fal se ta ndërpreva llafin Luc, të shtok Zoti ditët. Atë ditë unë me Zamir Manen dhe me Gim Zeqën na kishte prerë biletat ai pronari Amës, Kristaq Sulça, që ka qenë kampion dhe është më duket akoma i disa garave që në atë kohë ishte ratisur në Austri, edhe punonte aty mësues skish në një shkollë 9-vjeçare, e na kishte prerë 3 biletat, bënë nga 23.000 lekë me Malevi. Edhe i kishte në vip Fred Sakoja, ti i tha Zamirit edhe Gimes. E më erdhën ata aty mua. Ky po fliste, i thashun prit se më pëlqevi fjala e Ramës. Ta dëgjojmë çikse po flet bukur ky, thash, që ka radikal. Nuk kisha muhabet me Ramën, nuk njehesha në atë kohë. Edhe këta më thanë mua lere, më thanë mua leri këta, tha, do bishta, se do ikim pas nesër, më thanë mua, nga ka prerë biletat e... U mendova dhe njëra, ty ndoshta ka bërë gabimin më të madh të jetës, i thash, jo, nuk bie, thash, unë dori do bi shkollën, i thash. Po të qetë të shkollën, më tha, hajde më të bëjmë dhe i leka, ndë më, se ne ty të kemi lider, më thanë mua, ne pas te e dorim. U mendova prapi, thash, jo, nuk bi. Si gjithmonë, bisedat shqiptare, nuk flasim parim, nuk flasim për atë, po flasim për e kthejmë individualin. Po mos ma haro, nëpërmjet individualizmit ne bëjmë përgjithësinë, a mos e je i mollë. Je i mollë, Fredo. Tashti, çano, tregove 2 momente. Një moment të Ramës idealist, dhe një moment të Gim Zeqës që e du shumë për hir vërtetës dhe Zamirit që e du shumë, që idealizmi tyne ishte leku. Tashti, po t'i shofësh këta njerëz, mas 35 vjetëve, Rama ka luftu, ka dudhru, ka vuj të shpërplas, atë, si që, tashi do t'a haj gotën të shi me ty. Tashi, ki respekt për mu kur flase, kur karikohe me foli fjallë të shi. Për mirën ta dhe ku. Pas duas mirën ti, mas leshim blerë të shi të flasu që ndjej, unë ky jom, ky do vdes, si ty i soj. Tashti, o vlajim, edhe herë tjetër më të thonë, në shkollë ne kemi pas bërë teorinë e Stanislavskit. Stanislavski ka pas një parim dhe thoshte, sa herë të keni një krizë marrëdhëniesh me personin, me bashkëfolësin ose me bashkëshoqëruesin, mos harroni gjë, thoshte. Rikthejuni impresionit parë, se impresioni parë për tjetrin është më i vërteti, është më i saktë që nuk gabon kur. Tash unë jam duke të thonë, më the impresionin e parë për Edramën. Ktheu impresionit parë mas 35 vjetëve. Edrama është i njëjti me tjetrin shpirt, me tjetrin idealizëm, me tjetrin përkushtim për ta bërë këtë vend
ku njoni e dziu, tjetri e skuqi, tjetri e dheu, për ta zverdhi, për ta qunë në Europë dhe për t'i kthy dignitetin si që ka kthy të botë në Europian. Qa ke mërla? Dhe vjen keq ty? Ose që po t'ishe ti 35 vjetë dhe të kaloje këto që kemi kalu ne, me ullërimën tate, me pathusin ton, ti s'kishe për të lonë një njeri në tavolin, kupton, pa qitë për jashtë duke folë për këtë burë. Ta shtim ledhe mu t'i flasë 5 fjallë shpirtin tim që jam finale, po i lezëm nga cmonë. Dhe mos ju daj impresionit parë për Zamirin, mos ju ndaj impresionit parë për Gimin, ata lekët kanë dasht, lekët kanë, lekët i bofshin mirë, e kupton? Dhe idealizmi tyne ka qenë me bolek. Më beso mu që jam të thonë. Ndërsa përsa i përket blet, pyetjes Shqibona, që unë të thashe ko merak me Fred Sakun, të pysë, hajnia, korupcioni, është individual apo është kolektiv. Unë mendimin tim, Fred, gjykimin tim, mendoj që korupcioni është individual dhe kolektiv, sepse indicjen e ka nga individi, dhe pastaj shkallët, i kalon në një kolektiv, kupton, ku të gjithë bashkë do marrin benefitet, pranaj ky vend ka degeneru. Tashi, ju kom përballë 3 gazetarë të mençur. Unë duhet bëj pyetje. Ju lutem thoni mu, se unë them për këtë burri non stop që është i nershëm. Ku e bazoj këtë që them? Që ca qeshin, ca më shajnë, ca më thonë këtë vërtet, këtë drejt. Ku e bazoj? Tashi, Fred Sako, ti e njeri që flet në universi. Je buri menshëm ke lexuar shumë. Blendi është njëri konkret, nuk flet në universi, po është djali menshëm. Syçi flet se është i smur psiqik, patjetër që flet në universi, e kuptoj apo jo, edhe është burr shumë i kulturuar. Unë jam aty te peshku në Proqane. Tash po të bëj pyetje. Unë në punën time kam një shif drejtues, kam një në çdo fabrikë kam ka drejtor, kam ka ekonomiste, ku ta diun se çfarë. Dhe unë për shpirt si Luc du të maj 5 linja. Pse? Du të maj tonin det. Du të maj anijet në det. Anijet janë individuale, se janë 10-15 që gjynë gjithë me zdeon. Du të maj fabrikat, janë 6-7 fabrika. Du të maj restorantët, janë 8-9 restorante. Po si mund 8-9 tu, 7 atje, 8 atje, 10 atje, bojnë 30. Dakor? Bojnë sa i këshillë ministrash. A ka mundësi do të unë, si kur t'jemi mbi një aktyrshëm, si kur të punojnë me energjin për atje lartë, a mundem të kontrolloj unë më shumë se sa 2 linja? Më falë, a mundem të kontrolloj unë më shumë se sa maksimumi t'jemi i smun, mund të kontrolloj 3 linja. Tash pse binin qafë ty në njerëzve? Këti njeriu. Ta maroj vlla, ata maroj vlla. Pse binin qafë këti njeriu? Po na pyete për atë. Po ta marojë më mblet, ta marojë më syç, mos më shkarkoj energjitë dhe emocionin më syç, o syç. Tash një njeri mban 2 linja se e burri mençëm. Dhe unë kom zgjedh për shembull të kem drejtor ekzekutiv Bledin dhe të kem drejtor operativ Syçi. Njëri nga këta të dy më devijon dhe krijon gjithë sferën poshtë. Ai ka për të zgjedh, ka për të bërë 18 zgjedhje, që s'ka mundësi të gjej me kokën e vet. Gjysma bandit, qereku hajdut, ka të këshillin e vetë rreth e për qarkat bërthamën e vetë që e ka të mrekullueshme që po tregon tash se çfarë bëj për Europë. Pse ky njeri duhet jetë peng i besimit vet dhe duhet vuj besimin e vet që ja ka dhënë X do Y-it, që ja ka kthyer në tallava dhe un kam gërthit që në 70-80% të gjithë bashkive vjedhin që pushteti lokal është më plehu, që në për administrat ke një 10% nga këta stekat e vjetra që punojnë, 90% janë hajna, janë pa identitet, janë të pa ftyrë. Dali them çdo televizion. Tashti këtë lloj allishverishi, këtë lloj turqinie që ne e kemi 500 vjet, këtë lloj dallavere që ne po luftojmë. Si merr fund kjo? A merr fund kjo me ligj që unë gërthas gjëja më e madhe që është bërë Bospaku? Që do të thot ligji. Ligji ka kriju këtë gjë. Tashti, për të vazhduar ne bashk bisedimin. Çfarë është shteti dhe pushteti për ty, Fred Sako? A ditë ma spjegosh çfarë është shteti dhe çfarë është pushteti? Se unë do ta di, se të dash përgjigje për këtë. Tash më thuj, çfarë është shteti dhe çfarë është pushteti? Se ti flet atje lart, unë do ta kuptoj prej teje. Më jepi çfarë bledher. Shteti është një kontratë që njerëzit bëjnë me pushtetin. Në këtë kontratë
që quhet kushtetut, saktohen kufijt e kompetencave që kanë qoftë individi, qoftë shteti në raport me individin. Dhe individi ka disa liri kushtetuese dhe është i barabartë me çdo subjekt. Jemi të barabartë gjithë me njëri tjetrin. Gjithë. Edhe me shtetin jemi të barabartë. Shteti është një subjekt shteti jemi si ne, gjithë kemi tjetër. gjithë na i votë në dorë, cilën duhet votojmë. Për shembull, vjen këtu shteti do bëj një rrugë këtu, thotë do ta prish këtu. Po. Në mënyrë të parregullt. Po. Atëherë ti je në Jo, gjyq. vjen në mënyrë të Jo, nuk vjen shteti, vjen pushteti. Jo, fjala vjen ve pushteti, pra ne po të pyes. Për mua kush është shteti për Fred Sako dhe kush është pushteti? Këtë më thuaj ti mua. Pushteti Edhe duket përgjigje edhe pretesë. Pushteti është fuqia ekzekutive që ka administrata për të zbatuar ligjet. Jo, më pushteti për mua është ajo që kemi zgjedhë ne si shtetas, si në shtetas, për të na qeverisë ne në 4 vjet. Ky është pushteti. Ndërsa shteti është vota individuale që jemi të gjithë barabartë për ta hedhë se këtë do të zgjedhim ne në pushtet që ta administrojnë ne. Çfarë kuptoj jo? Po dakor. Është kështu? Edhe kështu. Po. Jo, shteti është kontratë midis individëve dhe aty që ke edhe pushtet. Po, dhe aty që ke. Po patjetër. Po, dhe kjo është një korpus ligjes që i rregullon marrëdhënien. Tashti ne si shtet, ne si shqiptar, që jemi që gjithë barabartë para votës, i kemi dhënë pushtet Edi Ramës na çojë në Europë. Me çfarë drejte ti del dhe do të shkatrosh këtë pushtet që e kemi zgjedhë ne për të na çuar në Europë, duke djeg, duke hull molotov, dhe duke na pa partnerët tonë në për rrugë, në për Europë, në prap shtremët. Ku e gjen ti këtë drejt? Shiko. Ku e gjen këtë drejt? Që nuk qohet opinioni publik, që nuk qohet Fred Sako, që nuk qohet Blenmane, që nuk qohet Syçi, që nuk qohen gjithë opinionistët dhe gjithë televizionet dhe ti thonë, ore bandit. Ore bandit. Ky pushtet ka bërë një kontratë me në shtetasit e vet për të qeverisë dhe për të çuar këta në Europë. Ti ku e gjen këtë kurajo? Se na shkatrojnë ne si imprenditorë. E di atë vjershëm ti ku e dinja unë ish kreti që armiku ish me ne. Tashi... Jo se përkthej do të. Ja, do të them. Ma thuj. Kush del me Molotov? Kush mendon ti që del me Molotov? Ata që kanë pas pushtet ti ke parasysh të den, Berish. Jo, nuk kam parasysh Berishën, po kam parasysh ata njerëz që kanë pas benefite në kod Berishës. Po. Jo këta të sotme. Jo këta të sotme. Ti mendon që këta të sotme s'kan gishtë në ato protestat? Fale zot naivitetin tim. Fale zot naivitetin. Nuk kanë që ato që kanë pasur në kod Berishës? Në Mulnoka, në kërket kohë. Jo, nuk po thot tjetër. Po thot gjë tjetër, nuk po thot këtë. Po ju del nga kontrolli Ramës. Dhe po e mbajnë në kontroll Amerikanë. Dhe Amerikanët nuk e dënojnë Berishën, nuk e ndalojnë. Pse? Sepse Berisha ka qenë me ta peqe lepe. Por, që u ka sjellë majtë undës, ja u ka sjellë. Pse? Sepse ka ndryshuar sistemin. Ky lloj sistemi do që një politikan të jetë 16 vjet maksimumin në skenë. Të dalë në skenë. 8 vjet mund të jetë në opozit dhe 8 vjet në qeverisje. Normalisht, kupton, kështu është tradita. Kur ti vazhdon qëndron akoma në skenë, ti ke prishur rregullat e lojës të sistemit dhe atyre ata fillojnë mërziten. Dhe duke qenë që ata janë mërzitur me Berishën, për shkak se goditi Lulin dhe qëndronte brapa Lulit gjithmonë, nxirrte Lulin gjëra të parin dhe dytin të tretin e rrethonte gjithë Këshillin Kombëtar me njerëzit e vet, në pikat kyçe gjithmonë njerëzit e vet, dhe ata e kuptuan këtë lojë dhe i thanë hiq dorë nga deputet në 2017, në 2022. Ky vazhdoi. Në atë kohë filloi armiqësia ndërkombëtarëve me Berishën, që kishin pasur njeriu në starin e tyre. Dhe tash me qenë që Berisha është në prag të një veprimi ekstrem të Spakut për të arrestuar, këta e kuptojnë që mbas Berishës i vjen Ata Ramës, në mos sot, pas 4 vjetësh, pas 5 vjetësh. Pra mund të përsëritet siç arrestohet Berisha, të arrestohet dhe Rama. Dhe këta tash duan ta marrin Spakun në kontroll. Dhe vetë Ramës i interesojnë protestat e Berishës, sepse protestat e Berishës janë për të kërcënuar Spakun
nuk bëhen kundër Ramës. Ato paraqiten sikur janë kundër Ramës, po ato bëhen që të kërcënojnë spakun dhe Amerikanët. Duke u thënë që ne kemi fuqi destabilizuese. Në qoftë se ju do na arrestoni liderin, ne kemi fuqi destabilizuese. Mirë po, kjo intereson edhe Berishës, dhe Belindës, dhe Arben Ahmetajt, ju intereson dhe këti kryebashkiakut që është në Burg, pra që fuqia e spakut dhe e sistemit të rritë drejtësisë të dobësohet, dhe këta janë gjithë bashkë kundër spakut. Dhe financat japin gjithë bashkë ta, që dalin ata mendon njërë. ti se fuqia e spakut është e forte? Fuqia e spakut? Po. Si ka mundësi fuqia e spakut që e ka e fortë, sako? Kur njerëz që paktën të akuzum janë, ose i ka nodha tyne. Spaku është deep state, është politika e ndërkombëtarëve në Shqipëri. Deep state fillon me komisionin OSBE Dirit që nuk e fitoren Po atij. çfarë po na tregon këto komisione sot? Çfarë po na tregon Këshilli i Europës sot? Si është gjendja e gjithë politikave në perëndim edhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? O syç, falë nuk du të ndërpres. Jo, Unë këtu nuk bëhet fjalë fare se ne nuk kemi asnjë gjë në dorë politikisht përveç se të shprehim devotshmërinë tonë për dy gjëra. E para për të qenë mirënjohës për ata zotnit që na majtën si shtet që 1914 ku ka qenë ajo, dhe që na kanë nejtë mrapa gjithë kohës dhe për luftojnë me gjitha forcat për të na futur ne në Europë. Pra dy janë pikat tona. Me ne drejt në kohëm ati zotnis atje, me ne ati zotnis atje, po lemët se nuk janë kundër Europës. Europa qytetrimi nga Europa kanë dalë dhe ata, mund të kenë fërkime midis litrave pa rojat punë. Nuk është kundër Europës. Qa Europës? Europa e ka kriju atë vend atje. Tashti, problemi është që Europës i ka humbë busulla, por Europa prap është atje ku është, se ka kulturën, ka shkollat, ka njerën, ka tjetër, kupton, dhe me këtë historinë e kësaj demokracisë liberale, këto historina dhe prallat që ne i dim që nuk i pranojmë dot si shqiptarë, që shkatrun familjet, ka jashtëzakonisht. Se ka shkatërru familjet demokracia liberale, më luca, e kuptoj çfarë është demokracia liberale. E kuptoj. A ka pas të drejtun Bledmane, Kurdilja dhe Gërthisja, që ka vetëm një solucion për të zbut plagët në Ballkan? Ka vetëm një solucion për të bërë treg, ka vetëm për një solucion që ne prap të puqohemi me njëri tjetrin mos majmë mllëfe. Dhe ky solucion është Open Ballkani, për të ne të gjithë bashkë përballë një tregu tjetër. A ka pas drejt Gjergj Duca për këtë? Këtë pyetje bëj. Shiko, bashkimi i tregjeve, tregtia, lëvizja e lirë, krau të punës, lëvizja e lirë, pa bariera e mallrave, sigurisht është një gjë pozitive, po në Ballkan janë këto kujtesat historike, mlefet dhe duhet të rimpeng, edhe unë me këta jam, që ne nuk duhet të rimpeng, duhet jo të harojmë të kaluarën, duhet të kujtojmë në përshkolla dhe të tregojmë historinë, por për të ardhmen duhet që të bashkëpunojmë sa më shumë, të gjithë, serb, shqiptar, grek, kroat, por unë mendoj që ndërkombëtarëve, atyre që luajnë fiet mbrapa skene, nuk ju intereson që ne të kemi harmoni dhe paqe, sepse nëpërmjet luftës dhe konfliktit, ata shesin armë, industria e tyre armëve, bëjnë depopullim nëpërmjet luftrave që atyre ju vlen shumë, sepse teknologjia e re let papunë të papunë shkaktojnë trazira dhe atyre ju intereson që ata të papunë që do lërë shpikja e teknologjie për shembull rrymë alternative ose mjetet e transportit që u shpikën në fillim të luftës parë botërore, do me ndolinin njerëz papunë, sigurisht, dhe gjithmonë i kanë futur në për luftra dhe të më thënë, Ballkanasit kanë jetu në paqe me njeri tjetrin në kohën e perandorive, qoftë të perandorisë romake, qoftë perandorisë turke, nuk ka pasur asnjë konflikt mes shqiptarëve, po që dhe serbëve dhe grekëve. Po që në momentin që balanca e fuqive të mëdha iku në kundërshtim me interesat e shqiptarëve, ne na morën shumë toka dhe ata bën genocid dhe historia ka mbajtur shënime dhe kjo histori peshon mbi të ardhmen tonë, por mendjet më të zhvilluara të kombit janë
politikanët që e shikojnë me tjetër këndvështrim të ardhmen e rajonit, po janë edhe këta, janë ato ndyshet e para që duhet të krijojnë një klimë dhe një harmoni pozitive që një shqiptar të shkojë të bëjë tregti në Beograd mes natës të dalë më këmbë, mos ketë asnjë ndjenjë frike, kundërta edhe ata duhet Kush ka frikë nga bashkimi Shqipëri-Kosovë? Elitat kombëtare apo faktori ndërkombëtar? Faktori ndërkombëtar, mendoj unë, këto elitat Jo, elitat politike në Shqipëri dhe në Kosovë, mendon se janë pro bashkimit? Po kush i pyet ato? Siç na ndan pa na pyetur, na bashkojnë po duan pa na pyetur. Ata bëjmë çik I madhi. më zgjeruar. Bota sot po jeton një moment që se ka kalu që mas luftës dytë botërore. Nuk e them, po e thon analistë ndryshëm. Pra kemi një krizë ekonomike. Kemi një koncentrim të pasurive në 1% të vogël. Kemi një dramë të madhe për shkak të ndryshimeve demografike. Në këtë situatë, kur Kina e ka pas buxhetin e atë GDP-n $900 milion në 10, sot po i afrohet Amerikës dhe e kalon deri në vitin 2040. 33 trilion. Kina është 29 sot. 29, po shkon 33. Po 27 është dhe BE. Po. BE-në që e ulin shumë e fuqishme BE. Po BE ka ulje, inflacioni është i rritë te njënë tjetër. Tashti, në këtë situatë kemi luftë në Kiev, në Ukrainë, kemi krizë që s'ka qenë asnjëherë, gjithmonë ka qenë lindjen e mesme, dhe kemi interesat e Kinës në Taiwan. Çfarë po ndodh dhe ku do të shkojë bota? Dhe kemi një president që thot sot do të sulmojnë, nesër nuk sulmon, pas nesër thot do të shkrijë, pastaj thot hajde të bisedojmë të shteteve të kombëve të fuqisë më të mëdha. Apo shkojmë drejt një tripolariteti superfuqish dhe mund të ndodhë një rindarje e re gjeopolitike në botë? Shiko, në vitin 90 bota u bë unipolare. Një lokomotiv. Deri në atë kohë kishte 2 lokomotiva, por ish Bashkimi Sovjetik ose Hartlandi që quhet, urzoa. Dhe u duk sikur bota do të ngelesh e gjatë unipolare, këta Fukuyama shkruajt në fundi historisë dhe theshin që nuk ka sistem më të mirë dhe fuqi tjetër që do konkurojë Amerikën dhe kështu do vazhdoj për një kohë shumë të gjatë. Mirë, realiteti nuk tregodi këtë, sepse kemi ardhur në këtë situatë. Tashi u krijua, filloi para disa vitesh, u krijua një organizim tjetër politik, ushtarak, ekonomik që ishte BRICS-i, ku një grup i madh me GDP relativisht të fuqishme, ku Kina kryesonte, u grumbulluan bashkë dhe ishte nga vetë fjala BRICS, Brazil, Rusi, Reja, India, Kina dhe South Africa, Afrika e Jugut. Dhe filluan të rivalizonin sidomos financat amerikane dollarin. Gjëja më shqetësuese që këta vendosën për shtetin amerikan ishte që këta në marrëdhënie ndërkombëtare ekonomike do t'i bënin jo me monedat që ishin bërë deri në atëherë tregtia që ishte dollari dhe euro. Kaddafi aty hongër, mbas daljes së euros, por do t'i bënin me një nga paratë e tyre ose me jenin ose me një nga paratë që do merreshin vesh me njëri tjetrin, 2 vendet që do bënin tregti. Dhe sot jemi në këtë situatë. Tashi, kush është konflikti madh sot botëror? Nuk është mes shteteve, është mes 2 ideologjisë, është mes globalistëve, që kanë qendrën e tyre ekonomike, politike dhe financiare në City of London, ku janë Rothschildët dhe familja mbretërore Windsor, si simbol i kësaj lloji politike, dhe nga ana tjetër janë shtetet që kanë dalë në politika proteksioniste ekonomike, siç është Amerika, dhe bashkë me vendet e
BRICS-it. Pra, Po deri në këtë moment Amerika ishte globaliste, politika globaliste luajti. deri me Biden, po me Trumpi është bashkuar, është në aleancë me Putinin, me Kinën, me vendet e BRICS-it. Pavarësisht se hiqet sikur është në perëndime, po gjithë lufta është me City of London. Sot po ta ngresh Ndryshimi i tregjeve. Po ta ngresh Trumpin më 12 të natës, më 2 të natës, e ta pyesësh kush është qëllimi jot, ai ka një qëllim, të shkatroj perandorim britanike. Ai do që Britania, që është bashkimi i Anglisë, Skocisë, Walesit dhe Irlandës Veriut të shpartallohet. Kurse dominionet patjetër që do që t'ja heq, se ka shumë dominionet, siç është Kanadaja, Australia. Prandaj zot do pushtoj Kanadan. Edhe do ta pushtoj. Kur do ta pushtoj? Ja, kur do ta pushtoj. E di sot, ndoshta ka dëgjuar Luca, sot po ndërtohet një fabrikë vetëm në një vend për prodhimin e fishekëve. Po bëhet një investim, është marrë kredi bankare me kushte të lehta nga evropianët, 120 milion euro është investimi i parë në 2-3 tunele. Këtë se din njerëzit. Dhe unë jam interesuar dhe kam pyetur, çfarë do bëj kjo midis tjerave? Mua më thonë kështu, që prodhimi më i madh i fishekëve në Shqipëri në kohën e komunizmit ka qenë në vitin 88, 80 milion fishek në vit. Të ndryshme, Kalashnikov, pistoleta, të. Ky do fillojnë në shtator, dhe në shtator të vitit 2027, këta do prodhojnë minimumi 350 milion fishek. Ku do shkojnë me shitjet garantuar? NATO-ja në Evropa, ku do shkojnë gjithë këto fishek? Më kupton? Pse Evropa po investon kaq? Se këta thonë Evropa është e dobët. E di sa ka investuar Evropa këtë vit në mbrojtje? $1 trilion. Tashi, po ju them këtyre, se u kam thënë dhe njerë, ekziston një koncept në zonat ekonomike botërore që quhet banana blu, që fillon nga Torinoja, ka formën e bananës. Nga Torinoja, Milanoja, Torinoja, hyn në zonën e Salzburgut të Austrisë, janë zonat më të zhvilluara të universiteteve, kap Rotterdam, Amsterdam, këte poshtë kap këto Bruxelles dhe këto qytetet e tjera porte, dhe hyn në Londër, kap deri në Manchester, edhe ka formën e bananës. Kjo quhet banana blu. Këtu ka dalë dhe vazhdojnë të dalin ajka intelektualve të botës. Ajka. Kurse si sasi janë universitetet amerikane që nxjerrin më shumë. Kurse si cilësi është kjo banana blu. Dhe këtu tashi studiojnë 20.000 veta në universitetet e kësaj zonës, banana blu. 20.000 janë universitetet shumë të pasura. Dhe këtu tashi për shembull vën në 20.000 vën 1.000 kinezë. Vën 2-3.000 nga këto vendet e tjera, edhe amerikanë ka, kurse 15.000 janë evropianë. Këta janë ajka e shkencës botërore. Dhe kur thonë këta që s'ka, Evropa ka 700 milion banor. Do më kur doje bën një ushtri me 4 milion banor, me 4 milion ushtar. Rusia nuk mblet dot më shumë se 1 milion ushtar, ti dhe të përpjet. Rusia ka një buxhet sot, se ka pasur gjithmonë 35-40 milion dollar në fushën e mbrojtjes. Sot i ka vajtur 140 që është në maksimum dhe është në kusht e lufte, 140 milion dollar. Evropa sot po investon 1 trilion dollar, po ti mbledhësh buxhetet e shteteve të veçanta të Bashkimit Evropian, 1.1 trilion dollar. Tashi Rusia ka një potencial tjetër, që është potenciali nuklear, dhe i kërcënon me goditje nukleare. Po unë them që konflikti është organizuar, ta janë bashkë, Putini, City of London, janë bashkë. Këta duan që të bëjnë depopullim. Pse? Sepse këta parashikojnë që në botë duhet të ngelen 500 milion banor. Kjo është skema e tyre që ka qenë dhe atje në ato gurët që urëzuan në Shtetet e Bashkuara, se ti ke qenë, atje theshin, do ngelen 10 gjuhë në botë. Do ngelen 500 milion banor. Ti je me teorinë e Maltësit. Jo, këta janë maltusianë, unë s'jam me maltusin, unë po bëj analizë çfarë duan këta. Ore tashi, sa jemi ne, edhe kalamoj tonë do buon realitet ose na fike? Po se kalamoj tu, se kalamoj. Mos ma merr për shaka. Unë s'po të them për shaka, ta them gjithmonë. Ta këshilloj që ta bësh një bunker të vogël anti-bërthamon. Dhe po duash të ndihmoj domun se ka bësh. E kom i vogël. Ti mendon që e ke, po them që nuk e ke.
Sepse ajri, në rast se ndodh larg qoftë një diçka e tillë, ajri do kontaminohet. Dhe ti duhet të kesh filtra karboni, duhet të kesh ujë brenda. Çfarë profiti kanë këto që ta bëjnë këtë punë? Me këta do përdorin, nëse lufta do fillojë në shtator 2027, maksimumi lufta Evropë-Rusi do fillojë. Dhe në këtë kohë do të rrishet se këta do krijojnë 3 zona ekskluzive. Shtetet e Bashkuara do marrin dominim Groenlandën, Kanadan, Amerikën Latine, të gjithë, do ta marrin Shtetet e Bashkuara, do krijojnë paranë virtuale Amero-dollarin që do quhet, që do ekzistojë në të gjithë të botën këte, të perëndimit. Kina do pushtoj Tajvanin, do marrë në kontroll Indonezin, Malajzin, këto vendet, Singaporin, dhe gadishullin e Indokinës, Vietnamin, i kanë darë ata, kupton, kështu do bëhet. Kurse Rus, tash gjithë lufta, siç mësoj këtë, gjithë lufta bëhet për Evropën lindore. Ka një postulat të Alfred Mackinderit, që është ideologu kryesor i gjeopolitikës botërore në 2 luftrat botërore. Ai ka një postulat të këtillë. Kush zotëron Evropën lindore, zotëron tokë zemrën që është Rusia. Evropa lindore është Polonia, Çekia, Austria, Bullgaria, Rumania, Hungaria, Serbia dhe Ballkani. Kush zotëron Evropën lindore, thot ai, zotëron tokë zemrën për Rusinë. Kush zotëron tokë zemrën, zotëron ishullin e botës, që është Euroazia dhe Afrika. Kush zotëron ishullin e botës, thot ai, zotëron botën. Pra gjithë lufta do bëhet për kontrollin e Polonisë, Hungarisë, Çekisë, Serbisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Rumanisë. Në qoftë se këto do t'i kontrollojë Rusia, që këto quhen Heartland, Rimlandi, që janë zonat me ujëra, që është Evropa, Greqia, Turqia, këto do dobësohen jashtëzakonisht dhe Evropa do shkojë drejt dobësimit të pozicionit të saj në artën ose në arkitekturën e politikës botërore. Në qoftë se këto do t'i kontrollojë Evropa dhe Rusia do të mundet, atëherë konkrete nuk ka, po këto janë teori konspirative dhe kur teoritë konspirative në situata siç është bota sot, njerëzit domethënë kërkojnë një shkak për të siguruar këtë proces që ndodh. Dhe nga frika, pasiguria, procesi mosnjohës i besojnë shumë kollaj. Po a ke bëna i pyetjen, a mos është dhe një krizë sistemi kjo, si çdo sistem politiko-shoqëror, që vjen një ditë dhe rrëzohet? A mos nështë edhe kjo është defekti që nga zbuluar është kriza të vërtetës. Ky është defekti që ka zbuluar Malthus. Sistemi është kriza të vërtetës. Ke libri vet që ja kam përkthyer unë, është libri i parë që kam përkthyer unë, është teoria e Malthusit. Malthusi thotë kështu, me të drejtë. Ka dhënë shumë shembuj në histori, dhe ai thotë kështu që rritja e numrit të popullsisë ndodh në progresion gjeometrik, kurse rritja e të mirave materiale ndodh në progresion aritmetik. Dhe në qoftë se do lihet në mënyrë të natyrshme procesi i popullimit të territoreve, atëherë vendet do ikin gjithmonë më në krizë. Dhe për të rregulluar këtë defekt që ka natyra, ky proces sjell, sepse kur rritet shumë popullsia ka infeksione, ka papastërti, ka varfëri, pra ka smundje, ka pandemira të mëdhaja, ka luftrat, sepse shkaku i luftrave, thot Malthusi, po ta shikosh në vetvete, Aleksandri Ma thot, nuk iku ande thot për për të mbetur ero, thot, iku për t'ju kapur burimet, thot. Dhe gjithmonë thot luftrat janë bërë që të kapësh burimet e kundërshtarit. Pra të rritësh të ardhurat për frym të popullatës tënde. T'ja marrësh aty, t'ja hapësh ti. Dhe tashi kjo nuk është, unë nuk mendoj që ka ndonjë luftë për sistemin, se të njëjtat sisteme janë që në Greqinë e lashtë, të njëjtat sisteme. Problemi bëhet për depopullim. Gjitha luftrat bëhen për depopullim. Tash një gjë, Fredi, si ka mundësi, jam dakord me këtë teori, domethënë që popullsia shtohet në mënyrë progresion geometrik dhe të mira shtohen në progresion aritmetik. Tash si ka mundësi me këtë zhvillim, këtë teknologji, këtë prodhim kaq të madh, makinat që prodhohen si më qenë karamele, përse bota prap jeton në këtë situatë dhe sot jeton në një krizë ekonomike?
kur prodhimi është teknologjia e ka zhvilluar prodhimin që të ta bënte jetën e njeriu shumë më të lehtë. Çfarë na? Përse nuk kemi shpërndarje? Zhvillohet teknologjia, ekonomia në raport me rritjen e popullsisë zhvillohet më pak. Dhe popullsia rritet më shumë. Të dashur, ne po vërtitemi tash që të gjithë këto teoritë konspirative, të gjitha vërtiten tek ekonomia. Për mua ekonomia ka dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është lënda e parë dhe e dyta është tregu. Apo jo. Se ne gjithë kryefjalën do ta vëmë te ekonomia. Sa më mirë të jemi ekonomikisht, aq më pak do merremi me tallava. Si tha ekonomia budalla. Tashi Fred, ti je buri menshëm, ti lejmë këto teoritë, po të flasim konkretisht. Çfarë po bëjmë ne si politikë shqiptare që kemi përfaqësues në të gjithë botën? Çfarë përfaqësues? Përfaqësuesit tonë në për ambasada, që si thot kërkush puna marr. Çfarë përfaqësojnë këta? Politikën e kujt përfaqësojnë këta? Që janë në të gjithë ambasadat dhe kanë lënë për shembull Afrikën, zemrën e lëndës parë e kanë lënë pa mbulim. Dhe çfarë bëjnë këta për të fituar në tregje nëpër Europë që duam të shesim dhe nëpër vende të tjera, kur nuk merret asnjë njeri me prodhuesit. Dhe kjo politike jashtme, përveç politikës jashtme që po bëhet shumë e fortë që ne të plotësojmë kapitull për të hyrë në Europë. Qa bëhet për këta njerëz? Se ne lëndë të para këtu i kemi të mangëta, ose në minorancë, por kemi edhe një luftë të tregjet që duhet të përballemi me gjigantë. Të flasim për këtë pjesë të ekonomisë. Ku është politika jashtme në raport me biznesin, me prodhuesit shqiptar? Si nuk bëjnë absolutisht asnjë lloj studimi në për sektor, që t'i japin impulse sektorëve. Unë kam 2 vjet, 3 vjet që u lëraz dhe them, ore zotri, ju keni një flotë shqiptare shumë suksesshme, keni një sektor si peshkimi shumë suksesshëm. Detet e mesdheut janë bërë shumë të varfra sepse janë çpopullu nga gjuetia e tmerrshme që është bërë gjithë këto vite. Dhe në Afrikë ne kemi një parajs të lëndëve të para që sa hapet një shtet sulmohet direkt nga turqit. Ikën presidenti atje me 2 avion me biznesmen. Sulmohet nga francezët, sulmohet nga italianët. Çfarë bëjmë ne për të luftuar për lëndën e parë, që Shqipërinë tonë ta përdorim si një trampolin për prodhimet tona, për të goditur Europën dhe për të goditur gjithë globin. Sepse shive çanov Fred, kur ti ke një flamur në një copë tokë të lundrueshme që quhet shqiptare në pranie, në cilën do pikë të rruzullit që ajo anije tjetë duke kaluar, duke ndënjur, duke peshkuar, quhet produkt shqiptar. E diti këtë? Merr origjinë shqiptare. Dhe ti ke drejta të madhe ta certifikosh, sigurisht kur gjuan nuajnë ndërkombëtare, po gjuan përpara Afrikës, gjuan përpara deteve të veriut, kur gjuan gjithanej. Tash ç'është kjo politike jashtme? Që i bëjnë vetëm foto dhe nuk bëjnë asgjë. Është ky problemi kulturor. Ne kemi pasur për shembull në kohën e Zogut njerëz të mëdhenj që drejtonin politikën e jashtme, siç ka qenë Medi Prashi. Ai ka shkruar librin Problemet shqiptare. Ambasador në Amerikë pas konicë. Po Mediu ka shkruar shumë për ekonominë. Po shikosh Enver Hoxha, gjithë minierat dhe gjithë hidrocentralet i bëri ku ka thënë Mediu aty. Ai flet shumë edhe për këtë problem që thot Luca, që punojnë si diplomacia ekonomike në për ambasada, ai që nënshkroi marrëveshjen e kufimeve me serbët grekët dhe me Komisionin Ndërkombëtar të Kufimeve në vitin 1924. Dhe madje i tha Zogut, do ma lesh mua se kishte shumë patriota në thojza atje që ngriheshin pse kështu. Atë se do dalë këtu kjo jotja me Mediu, këtë në Pogradeca, manastiri Shënaumit, e ka dhënë Mediu, që thonë këta i aton Zogut. Edhe Vermoshin i ka dhënë ai dhe i shpjegon atje pse i ka dhënë. Ai thotë, na vum para 2 alternativave. O do merrni manastirin dhe do t'ju marrim, janë një 7-8 fshatra, Podgorie, Çezme, që ishin fshatra me shqiptar bashkë me malin
e thatë, do ta marrë Maqedonia dhe ju do mbani vetëm atë manastirin, edhe ky i tha Zogut, do mlesh mua, i tha, prit, tha, mos marruaj mjekrën. Do vendos unë, tha, dhe ti do firmosësh çat t'ja puni, tha. I tha, se si ti më patriot se unë, i tha. Dakord, i tha, do t'i bëjun të gjitha kalkulimet, dhe i tha, ne në këtë manastir nuk kemi ndonjë të drejtë historike, tha. Aty kanë qenë disa murç bullgar, tha, që e kanë pasur, ata e kanë pasur, tha. Le ta mbajnë, ne na duhet mali, tha, bashkë me fshatrat shqiptare, tha, t'i fusim këtu, tha, dhe në qoftë se ne kemi gjitha të territor, Zvezdë, edhe deri ande në lumin në liçenin e Prespës, që janë ato fshatrat minoritare maqedonase, i ka marrë për një cop manastiri, i ka marrë me difrashi. Po e njëjta gjë për Vermoshin. Ata i thanë serbët, ne na duhet kjo maja e malit, se kemi frikë se Shqipëria mund të pushtohet nga Italia dhe e duam si pikë dominante ushtarake për të goditur në qoftë se na afrohet Italia për të na pushtuar. Kupton? Dhe ky i tha, ne kemi ndonjë ndërmend ta pushtojmë Jugosllavinë, i tha, që ta marrim Vermoshin, i tha Zogut. Jo, i tha Zogut, kemi ne kapacitete sulmuese për ta sulmuar Jugosllavinë? Jo, i tha. Leti vënë ata, tha, ne na mbrojnë ndërkombëtarët, nuk na mbrojnë armët tona, tha. Ne na mbrojnë marrëveshja. Ne na duhet lugina, tha, që këto fshatrat këte, tha, s'kan lugin ku të kullosin lopët, tha, dhe baktiti, tha. Ne marrim luginën, ne u lëm atë skerkën aty lart, leta dominojnë ata, tha atë skerkën. Edhe Zogu pranovi. Pra këto janë bërë dy veprime të mira, pavarësisht se historia komuniste që the ti, që historia ka shumë nevojë të rikonstruktohet, domethënë është një nga gënjeshtrat e mëdha. Tash Mediu ka trajtuar shumë të problemin. Edhe historia e demokracisë është gënjeshtër. Po të gjitha prapë. Dhe aty ai flet për punonjësit e ambasadave, po atëherë kishte punonjës të tjerë ambasadash. Ka qenë Tafil Boletini, për shembull, që ka shkruar kujtimet. Tafili, domethënë, kishte mbaruar shkollat në Stamboll, ishin tjetër lloj kulture, ata vdisnin në eprin jetën për atë dheun e tyre. Ata natë ditë mendonin ç'a të bëjmë ne ndonjë gjë që të ecë vendi përpara, që Shqipëria jon, që ne jemi mburur dhe krekosur në perandorin turke, të jetë dinjitoze. Dhe ka qenë tjetër lloj diplomatësh ata dhe tjetër këta që vinë për të lëpirë ndonjë kockë aty, të marrin ndonjë rrogë, e kanë marrë pra, duhet vend disa patriot, ka dhe diplomat karriere profesioniste, adeptare kështu, po janë të pakët, Duhet të ngrihet një shkollë shumë patriotike për diplomacinë, të rekrutohen njerëz nga aristokracia historike që kanë pasur shqiptarët, dhe vetëm ata mund të bëjnë diplomaci në këtë drejtim, siç e ngritet i vetë. Ka një gjë që ajo që përmendet për këtë sot, më thuaj se ti ke kaq kohë që jenë politike në media gjithë. Çfarë identiteti ka këto? Kanë krijuar një identitet të njerëz? Kush? Këto që janë sot qeveri, në administratë, kudo që janë. Kur? Si një njeri. Tani mos fillojmë prapë me qeverin. Pyetja e fundit, a ka sekrete Shqipëria, a ka sekrete qeveria shqiptare? Që si di publiku. Po çdo shtet ka sekret shtetëror. Tashi sekreti më i madh që ka qenë në Shqipëri është ajo që të thash, që në Shqipëri janë marrë 280 deri 310 tonar. Janë marrë nga britanikët, çfarë viti? Rusët, 46. 46. Se di asnjëri. 200, e di përsa u vra Kaddafi? Për 140 tonar. Ne na kanë marrë 280 deri 310. Llogaritët ton ardh. Më shumë se ne i është marrë vetëm Spanjës në kohën e luftës civile. I mori Stalini, i ka marrë 500 ca tonar. Kupton, të dytët janë shqiptarët. Kjo mund të duket e pabesueshme, por unë kam botuar libër për këtë me evidenca që si lëviz do të njeri. Është libri Receta pa kom. Po mirë, ku i ke gjetë faktet? Shkresat, ka dokumenta? Me dokumenta i ke të gjitha. Me dokumenta. Tash i Bledit pyeti për sekret. Po. Ka një sekret veç se jemi pa brek, desha me thonë. Armë bërthamore nuk kemi që të ruajmë kodet, po në një sekret më... Po sekretet, tash këto kanë mbetur. Domethënë manipulimi i zgjedhjeve dhe njerëzit nuk e dinë. Gjatë, kthehemi 2 minuta te kjo. O Frede, po ç'është kjo e stradë manipulimi i zgjedhjeve? Se e kam dëgjuar edhe për te. Pse manipulohen zgjedhjet? Unë për shembull jam një kur vjen zgjedhjet një militant shumë i fortë i PD-s. Jo i PD-s. I një njeriu që për mua ai është partia ime, Edi Rama. Jo është Partia Socialiste.
Se unë jam i djathtë rebel, e di gjithë dynjoja. Por atë njeri t'i besoj. Dhe kam thonë gjithmonë, derisa ti dhe njeri politik, që për menimin tim do ta çojë në Europë, unë do t'i besoj dhe i shkoj mbrapa. Ditën që ai njeri nuk është politik, unë nuk merrem më as lloj politike, bile edhe kur i kam ngacmu se më kam përmend emrin. Saliu në këta që gjithë tjerët. Se nuk i përmend kur dhe s'du me ditë pra si. Tash ti, kush është i majt? Edi Rama është radikal dhe rebel i djathtë. Unë kështu besoj se është. Dhe prandaj e du fort. Partia Socialiste e djathtë e majtë? Unë nuk e di Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do me ngacmu. E di bindjen time që ka për Edi Ramën. Tash me këtë kryevepër. Euren ignorancën. Me këtë kryevepër. Euren anadolakët i ka ato. Estetikisht. Po. Kulturalisht. Po. Si autoritet, domethënë nuk rrit si laparak para të hujve, që kanë rrit Shqipërinë në të paktën në aspektin ndërkombëtar si autoritet shtetëror. Dhe ditë komunikojmë të hujët, këtë nuk e hekim. Ta lejmë Edi Ramën tash se nuk e kena për Edi Ramën. O Fred Sako, ju kom ligjuar gjithmonë që PD-ja në të mund zgjedhjet, çojnë që gjithë për zgjedhjet, i mori me të fortë, i mori me lek, i mori me këtë. Tash ti je kokë e madhe. Je burr i madh. Unë dëgjoj me shumë kënaqësi. Për ashtu ngacmimet që të boga herë ky faqeziu aty në Top Channel. Tash ti, të lutem shumë. Si puna jote që mbajmë. Si është si puna ime që ngacmoj syçin. Tash ti, si është puna? Ç'është kjo rrenë e madhe u hodhën zgjedhjet? Të lutem, ma shpjego, të t'jap dhe unë 2 përgjigje, se unë nuk e kuptoj do të këtë u hodhën zgjedhjet. Me të fortë, me lek, me administrat, me pralla, këtu muhabeti që unë nuk i besoj dot se unë jam i njeri që me thonë drejtën, jam dëshmimtar të paktën i 4 zgjedhjeve të fundit. Jo, i 4 zgjedhjeve, që 2.5, që kom luftu për PD-n, mrapa kom luftu për këta tjerët, se më bënd sopa ta, djeri historia ime, vari leshe. Tash ti, më thuj, i beson ti këtyne rrenave? Shiko, administratën më shëbëtore ndaj pushtetit e ka pasur PD-ja. Në PD, për shembull, në administratën e PD-s nuk të linin kollaj edhe i mësues, po të ishe në krahun tjetër, ta ishin. Kurse këta qeverisja socialiste nuk e kanë këtë gjë dhe në administrat ka dhe shumë familjarë të djathtëve dhe kupton, është e vërtet kjo. Duke filluar nga unë që unë jam një analist opozitar përpishem mbi detyrën. Cila është detyra e një analisti? Një analist duhet jetë me popullin, gjithmonë në krahun e popullit. Populli që në momentin e parë, në qoftë se në qeveri votohet 80% nga populli, ditën e parë që në qeveria në seli, populli është në opozit me qeverinë, sepse ajo qeveri mbahet me paret e popullit. Dhe populli kërkon llogari. Korrekt. Thot paret e mia ku janë? Eksakt. Ne tash duhet jemi me popullin. Qofse ne bëjmë thënien e rregull, që nuk ka qeveri të keqe, po popull dobët, që si kërkon llogari i qeverisë. Po, në një farë mënyrë. Dhe tashi nesër, në qofse vjen, ja siç po i bëm opozit edhe qeverive të kaluara të PD-s. Nesër, në qofse vjen PD-ja në pushtet me këto partitë e tjera, kush janë partitë e tjera? Unë, po fjala vjen, do krijohen 2 partitë fuqishme, fjala vjen, do krijojmë në 2 një. Do krijojmë në 2, bëjmë namin. Dhe imagjino sigurt na pranoj edhe Syçi. Dhe ne unë, për shembull, dojmë prapë në opozit me ato dhe më shumë do rreshtohem në krahun e opozitës dhe të popullit, sepse opozitat gjithmonë kalojnë në anën e popullit, edhe i bëjnë oponencë qeverisë. Tash në qoftë se Partia Socialiste bën një rrugë, autostradë që nga Elbasani deri në Korçë, e bën të shkëlqyer me 6 kursi, 3 këte. Prap do shajnë. Prit, cila është detyra e një analisti? Është ta lavdërojë qeverinë, të thotë bravo që i bëre, apo është detyra ti thotë dale sa lekë ke harxuar ti për këtë autostradë, sa lekë të popullit? Po, ke harxuar kaq. Duhet ta kishe me kontratë rrugën 25 metro. E ke bërë 24-80, duhet bësh aty, ti bësh metrin ta matësh, edhe ti thua qeverisë, keni vjedhur 20 cm me ngushtë rruga, nuk është me parametrat e dur.
Kjo është detyra analistit, nuk është detyra analistit dalet flas pro qeveris, se qeveria ka zëdhensa sa duash që flasin pro qeveris, kupton? Prandaj unë flas kështu, unë nuk jam kundër të majtës, nuk jam kundër të djathtë. Unë jam kundër çdo qeverie dhe jam gjithmonë me Për të qenë me ty, po një opozitë dobët nuk do të thotë një qeveri e fortë në kuptimin që një opozit e fort do të bëjtë një qeveri më përgjegjshme. Apo jo? Me fort jetë një opozit, aq më mirë qeverisë majoral. Se du del ka që thotë kërkesa e llogarisë që i bën qeverisë, ti si media, si opozit njëri tjetër e man binar. Kur s'ke kontroll është brenda natyrës njerëzore që njeriu shplohet. Edhe kur gërthet Kashime jo më rob zote një kështu i noll, i ikën dhe zoni. Iku zoni. Të dashur miq, ishte një bisedë shumë e gjatë, ndoshta do ta kemi në 2 pjesë. Ne do të na ndiqni në kanalin e YouTube-it Gjergj Luca Rozava, në rrjetet sociale të Fred Sakos, Ilirit, Gjergjit dhe rrjetet e mia. Faleminderit dhe si them ke rrjetin katronun ti, i them kështu që ti je errësira këtu i them unë. Po errësira është e dobishme, pse? Se duhet që të duken nyhet. Egzotike. Po errësira nuk duken erotike. Faleminderit.